Në qoftë se do të bëj një pyetjen, si është jeta jote deri tani? Çfarë përgjigje do më jepni? Në qoftë se do të thoja, si shkon marrëdhënia jote me partnerin tënd? Në qoftë se ke, çfarë përgjigje do më jepni? Dhe në qoftë se nuk ke, dhe kërkon një partner në jetën tënde, je femër ose mashkull, ai di pse nuk e ke. Në qoftë se do të thoja, a ke bollek në jetën tënde? A ke para që i kërkon të kesh? Dhe puna jote, biznesi jot, akoma dhe që punon në një punë tjetër, a je i kënaqur me jetën tënde? Me parat që merr? Më shkruaj nga poshtë, komento cilat nga këto pjesët e jetës tënde nuk të shkon mirë. Dhe po të them që çdo gjë, kudo që je deri tani, çfarëdo jete që të kesh, ka zgjidhje. Dhe zgjidhja është vetëm një. Shkruarja, pranimi i nënës dhe babait tënd, por më tepër të nënës tënde. Dhe këtë mund ta bëjmë vetëm me teknikën terapike, me terapinë sistemin përfaqësik. Që çdo person në familje të jetë në hierarkinë e tij, në vendin e tij. E di shumë mirë që mund të më thuash dhe përgjigje, unë e kam shumë mirë me nënën ose me babain. Mund ta kesh tani, që mund të jesh në këtë moshë. Por unë nuk të flas për personalitetin tënd. Unë flas për plagët, dhimbjet, traumat tënde që ke brenda, ato që ke regjistruar kur ke qenë fëmijë. Akoma dhe traumat që janë trashëguar nga nëna jote dhe nga paraardhësit nga 14 breza. Për këto dhe shumë zgjidhje të tjera, po vi kësaj ere në Shqipëri, nga Greqia, në datën 23, 24, 25, 26 dhe 27, për të gjithë ju që dëshironi të bëni diçka ndryshe nga ato që keni bërë deri tani. Rezervoni vendin tuaj. Sa më shpejt. Dhe të gjithë ju që më dëgjoni, në jeni femra ose meshkuj, dhe keni organizata të ndryshme, kolektive në punë, dhe kudo që jeni të organizuar, sepse unë jetoj në Greqi dhe nuk e di me këtë lidhem, mund të komunikoni me mua që në punët tuaja, në skuadrat tuaja, në bizneset tuaja, të bëjmë trajnim falas, sepse ju leverdis edhe juve që kini bizneset tuaja me shumë persona, akoma dhe me 2-3 që t'ju eci mirë, akoma t'jeni në vendin tuaj dhe ju, por na leverdis të gjithë në personave. Kudo që jeni shqiptar, kudo që jeni, mund të vi të fillojmë një jetë tjetër me zgjidhje. Sa po jam kthyer nga një trajnim i fuqishëm, pavarësisht se e kam bërë dhe unë shumë herë, sot ishte diçka tjetër. Sepse edhe unë që jam terapiste, kam mësues të tjerë që janë më lartë akoma nga mua. Dhe nuk them jo asnjëherë në një thirrje të tillë. Jam për të gjithë ju, në grupe të mëdha, akoma dhe falas, kudo që jeni në tërë Shqipërinë dhe jashtë Shqipërisë, kudo që jeni, sepse misioni im i shpirtit është që të sjell harmoninë, ekuilibrin, balancën
ndërmjet gjinisë femrore dhe maskullore. Të bëj thirrje ty grua që ke bërë sakrifica dhe bën dhe ke dhimbje dhe plagë të mëdhaja, ta bësh këtë hap për veten tënde, për paraardhësit, për lirimin e tyre, por ta bësh këtë hap për të shkëputur nga zinxhirët dhe për fëmijët tënd, për fëmijët e fëmijëve. Akoma dhe ti mashkull, që kishe frikë të shpreh një emocionet e tua, sepse të thanë një i fort, po të them që fortësia jote, fuqia jote është butësia jote, sepse të gjithë para prindërve jemi fëmijë, dhe të gjithë si në rolin e fëmijës kemi dashur të na japin dashuri dhe përkëdhelje. Dhe ne në Shqipëri kemi patur shumë varfëri, shumë dhimbje, shumë plagë të trashëguara, lufta të ndryshme, dhe prindrit tanë nuk kishin kohë të merreshin me ne. Por ne në shpirtin ton prisnim gjithmonë prindrit dhe përfaqësimin e tyre. Sot ju flas duke ju parë në sy dhe duke ju parë me sytë e shpirtit tim, me fjalë të thjeshta, ju flas nga zemra dhe nga përvoja ime, sepse mbaj një shumë dhimbje dhe nuk e shpreh një atë, dhe gjërat nuk më vinin barë. U lodha shumë sepse mora peshat e prindërve që nuk duhet i merrnja. Kisha hyrë në rolin e prindrit. Dhe pyeteni veten, mos në jetë vetëm jepni dhe nuk merrni? A doni të barazoni, të ekuilibroni, të balanconi energjinë brenda jush, babajnë dhe nënën tuaj, të japësh dhe të marrësh? Apo mësove tamam si mua që vetëm ishe e vleshme, je i vleshëm vetëm kur jep, dhe ke frikë të marrësh, sepse ai që merr kujton se je i dobët, dhe ti nuk u mësove të jesh i dobët e dobët. Ju dua shumë dhe mblidhuni sa më tepër, akoma dhe në një stadium kush mund të më dëgjojë, dhe në çdo rreth të Shqipërisë, se mundet të punohet kjo terapi në grupe, kjo teknik. Dhe të shikoni që mbas këtyre ditëve, gjithçka do marri rrugën e saj. Gjërat do të ndryshojnë. Dhe ti që merr akoma ilaçe dhe sëmuresh, ke probleme gjunjët, me koskat, me kurizin, dhe ti që ke plagë në zemër, dhe ke ngrirë ndjenjat e tua dhe nuk jep dashuri pavarësisht se ke shumë në shpirtin tënd, dhe ti femër që ke hyrë në rolin e burrit dhe je në agresivitet dhe nuk e lejon gjinin femrore të dalë, sepse nëse do bëhesh e butë, ke frikë se mos të marri në përkem. Zgjidhja është një, pranimi dhe vendosja në vendin e tyre të prindërve tu dhe vetes tënde si fëmijë. Dhe ti mashkull që ke ardhur të japësh, të mbështetësh, të mbrosh, dhe dukesh i ftjell dhe nuk jep dot, ke hyrë në rolin e viktimës, ose je në agresivitet, dhe pavarësisht se ke shumë dashuri, ti flet ashpër te fëmijët e tu, te gruaja tënde, tek ty mashkull që pin dhe i bër alkolik, sepse ti je një shpirt i bukur, që ke shumë ndjenja dhe emocione, por nuk di t'i shprehesh, mbase nuk more dashuri nga prindrit e tu, nga nëna dhe babai tënd, ose nëse e more, ishte prisnje diçka ndryshe nga ajo që të jepnin. Por asnjë prind nuk mund të bëj shkollën e prindit. Dhe po të them që mos u shqetëso, se të gjitha programet janë nga prindrit. Sepse kështu është krijuar kjo jetë në tokë, Matrix. Ata luajnë një rol, dhe luajnë rolin që ne ju kemi dhënë si shpirtra, po kemi harruar. Në doni të bashkoheni, jam këtu për të gjithë ju. Ju dua shumë.